Aksident tragjik në Durrës, makina përplas 3 fëmijë, ndrojnë jetë 2 prej tyre, një tjetër në gjendje të rëndë shëndetësore. Një aksident I rëndë është regjistruar këtë të diel në zonën e Kënetës në Durrës, ku një automjet ka përplasur 3 fëmijë të moshës rreth 10-13 vjeç. Sipas informacioneve paraprake nga tereni, 2 prej fëmijëve kanë humbur jetën si pasojë plagëve të marra, ndërsa një tjetër ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Dyshohet se drejtuesi I mjetit ka qenë me shpejtësi të lartë, ndërsa fëmijët kanë qenë duke luajtur në lagje. Në vendngjarje kanë bëritur shërbimet emergjencës dhe policia, të cilët po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit dhe identifikimin e drejtuesit të mjetit.